themi që ne duhet të, si me thonë, ta bëjmë bazën në mënyrë që të jemi atraksion për tifozët, sa më shumë të ketë prani të tifozëve, edhe pse ishte ndeshje derbi, hiç pjesës e tifozërisë së Plisave, prap stadiumi ishte i zbrazët. Këtu do më thonë kisha dashur me bo një farë analize pak ma thellë, me prek pak faktorët pse kanë qu deri te mungesa e tifozërisë në futbollin e Kosovë. Jo, sonte nuk është që s'pat qikus. Për kundër peshës që ka pas ndeshja, mendoj që është dashur pritet më mush tërësisht stadiumi. Absolut. Një ndeshje. A ka pas 2000 vjet? Një ndeshje. A ka pas 2000 vjet që po thot derbi? Po besoj që ma shumë se 2000 kanë qenë. Jo, se ma shumë se 2000 kanë qenë. Përveç pjesës që unë thash edhe më herët. Plisat ishin shumë të organizuar, edhe banë një shfaqje shumë mirë, pastaj u inkuadruan edhe intelektuale, domethënë e rivalizuan atë shfaqje, edhe ishte diçka jashtëzakonshme, po pjesa e njerëzve që janë jo ultras ishte shumë e mangë. Ishim domethënë një po them ndoshta komplet ndoshta kanë qenë 1000 veta, pjesa tjetër. Komplet, as nuk as 2000 vet. Po, është shumë pak. Derbi. Është shumë pak. Po tash na marrët po dojnë na stadion alo, po çitosun pe mushëm. Unë mendoj që kjo pjesa e infrastrukturës edhe faktorë s'po shkojnë. Pse s'po shkojnë? Cila është arsyeja? Drita luti, Blendi, drita luti Ligën e Konferencës. Gorat Evropiane e konferencë. Me Azalkmarin. Po. 2000 vet. Shpras stadioni. Po s'ka lidhje, a është drita, a është gjë, a ferizoj. Po të përfaqëson, Azalkmari po vjen me renomeni klub, s'po shkojnë shikus. S'po shkojnë. Pse? Cila është arsyeja? Nuk e di. Po s'po shkojnë. A është ndoshta që edhe televizioni po emiton drejt për drejt, edhe ajo mundet me ndiku, po nuk mundet një stadion pe 12.000 vetëve më konë 2.000 vetë një loj garat Evropë konferencë drita me sukses, deri dje par dje, me të vërtet lujtën mirë, po në shikushmeria dopt, si sot, sa ere kanë me lujtë drita Prishtina në këli, stadioni me tënat mira, nuk po vinë.